Bis pra dialogu me Kosovën. Dhe në anën tjetër, zoti Prenkaj, në këtë deklarim që ka pasur krye diplomati italian për gazetën italiane, ka thënë që do të shkojnë në Beograd në fillim të muajit prill dhe do t'ja tërheqë një farsoj vërejtjen presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Në situatën aktuale të politikës në Ballkan dhe në Evropë, cilat mendonin se do të jenë pikat kryesore të cilat do duhet të diskutoheshin me Vučićin sa i përket ruajtjes së stabilitetit, sigurisë dhe politikës në Ballkanin Perëndimor. Po, deshtëm ne, po nuk deshtëm, Serbia është një prej faktorëve kyç pra në procesin e integrimit në BE. Por Serbia, si që dim, është në një dialog të vështirë me Kosovën, dialog i cili tash ka mbetur në një rrugë çorre, pra është i pezulluar në një formë apo tjetër për arsye të ndryshme. Unë mendoj se dy shtetet tash ky binomi evropian do të shkojnë në Serbi që Serbin të përpiqen ta bindin që të hyjë në proces sa më shpejt dhe të largohet nga aksi apo nga dominimi i Kremlinit zyrtar. E dim se Serbia nuk ka dënuar inkursionin ushtarak të Rusisë, por në një formë tjetër ka ndihmuar Ukrainën në aspektin ushtarak, pra duke i dërguar municione të ndryshme të armatimit të vjetër sovjetik në mënyrë që ta bëjë luftën. Pra, Serbia ka luajtur një rol ta quajmë kështu si neutral, mirë po në një formë apo tjetër ka mbajtur lidhjet me Moskën zyrtare, duke u përpjekur që të marrë sa më shumë të tërheq mjete financiare të cilat më së shumti vinë nga Brukseli zyrtar. E kemi parë në kohët e fundit, pra në 4-5 vitet e fundit, që Serbia është duke marrë në një formë në gjuhën popullorit thonë më të mirë, duke përpjekur që ta largojnë nga ndikimi rus dhe sa më shpejt të vazhdoj procesi i integrimit në BE. Është tash momentumi që i thojnë se nuk marrim ma me të mirë po dush të jesh realiste edhe në raport me Kosovën, edhe në raport me Brukselin. Po patjetër në raport me Kosovën, sikur se edhe Kosovës, edhe Serbisë i thojnë se duhet të implementoj marrëveshjen e vitit 2023 të Brukselit, gjithsesi të Ohrit. Janë disa pika që Serbia nuk i ka marrë parasysh dhe ju kujtohet atëherë deklaratat edhe të presidentit të Serbisë Vučić që nuk është obligativ ky dokument për ne. Deri kur, zoti Prenkaj, mund të lejohet Serbia të ulet në 4 karrike, siç pretendon njëkohësisht kështu? Unë mendoj se për Rusinë, Kinën, Amerikën, Bashkimin Evropian. Edhe përkundër bisedimeve që ministri i jashtëm Lavrov i zhvillon me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku flet se jemi duke biseduar për Bosnjën dhe për shtete tjera të Ballkanit Perëndimor, unë mendoj se rendi ri botror do ta gjejë Kosovën në atë që quhet Global North apo veriu global, si dhe ajo që në doktrinën Monroe të Trumpit apo në dokumentin e sigurisë nacionale të Shtetit Bashkuara të Amerikës quhet Western Hemisphere apo hemisfera perëndimore. Këtu do gjendet Kosova. Unë besoj që përpjekjet e këtij binomi si pra përpjekje fillestare, unë besoj që do të ketë edhe përpjekje të tjera, do të përpiqen që ta bindin në Serbinë që të futet në këtë kuadër të gjeopolitikës perëndimore. Dhe zonja Ahmetaj, tash në Kosovën, duke e ditë që e kemi në krizë politike tash më shumë se një vit dhe nuk kemi qeveri